Kjo seancë do të mbahet mend në historinë e Kosovës si seanca në cilën të gjithë ne, kryetari i kuvendit, deputetëve të vendosjes, qytetarët e Kosovës, çdo kush është një e din që është e palishme dhe jo kushtetuese. Asnjë vend nuk mund të mbajë seancë të kuvendi i Kosovës, një kuvend nuk mund të bëjë seancë pa zgjedhur qeverinë. Mos u gut se njëjëm, kështu që sot duroni pak të furli edhe unë se njëjëm prej PDK-s. Nuk ka asnjë vend tjetër në cilin të shfrytëzojnë kohën tem, prit. Koleg deputet Qetësi, lutem. Unë më kriju kushteve mbajt fjalimin. Unë mbaj ju nuk ma diktoni që mbajun fjalimin. S'mush ma diktu fjalimin, unë mbaj fjalimin që duhet.